Konceptuar në formatin jo thjeshtë një takimi në kuadër të fushatës elektorale, kandidatet Vilma Bello dhe Elona Hodaj, shoqëruar nga kryetari i Partisë Socialiste të Vlorës Anduel Tahiraj, kryetaria e Forumit të Gruas Socialiste si dhe kryetaria e Këshillit Bashkiak, zhvilluan një takim me gratë e rajoneve 4 dhe 5. Jam shumë e kënaqur që jemi të gjitha bashkë. Një falënderim shumë të madh e kam për gjithë çfarë është bërë deri më sot, është shprehur Bello. Jam shumë e kënaqur që jemi të gjitha bashkë dhe një falënderim e kam shumë të madh për gjithë sa është bërë deri tani. Patjetër që ka një arsye shumë të bukur që ne jemi mbledhur sot. Arsyeja e parë është ky falënderim. Dhe një arsye tjetër është jo thjesht falënderimi për atë që çfarë është bërë deri tani, por edhe si një nxitje dhe një motivim për atë që do të bëjmë nga sot dhe deri në fitoren e madhe në 25 qershor. Fitoria në 25 qershor jam e bindur që na ka përfshirë të gjithave kaq shumë, sa edhe shpirtërisht, edhe mendorisht dhe fizikisht jemi plotësisht me mendje në datën 25 dhe me fitoren. Sipas saj, Partia Socialiste ka bërë vërtet vlerësimin e figurës së femrës. Ka ardhur vërtet një moment që Partia Socialiste e ka bërë vërtet vlerësimin e figurës së femrës dhe kjo është në gjykimin tim, por edhe të secilës prej nesh, kjo ka ardhur prej një gjykimi shumë të drejtë dhe shumë të menduar vetëm te Edi Ramës. Që jemi sot kaq shumë, jemi vetëm falti. Dhe nëse kjo derë u hap, e kemi të hapur nga sot dhe tërkohën që të trokasim te çdo kënd, te secila që mendojmë që mund të na afrohet dhe që mund të përqafojë përfaqësimin tonë dhe programin e Partisë Socialiste. Kryetari i Partisë Socialiste të Rrethit të Vlorës Anduel Tahiraj tha se Partia Socialiste është vetmja parti që ka arritur pjesëmarrjen e vajzave dhe grave në vendimarrje. Partia Socialiste në këto 3 vjet e gjysmë është vetmja parti që ka arritur fuqinë, e ka pasur në planin e saj të parë, rritjen e fuqisë së grave dhe të vajzave në vendimarrje. Jam i sigurt që ne do punojmë këto ditë që na kanë ngel, do punojmë të gjithë të bindur këto të rridhe të vjetër që t'i bashkohen kësaj skuadre të madhe Partisë Socialiste, dhe jam i sigurt që Vilma, që është shembulli juaj edhe është përfaqësuesa ju, jam i sigurt që do na nderojë të gjithëve. Pas fjalimeve të rastit, 2 kandidatet për deputete, Vilma Bello dhe Elona Hodaj, zgjodhen të kalonin disa orë miqësore me gratë e Forumit Socialist të rajoneve 4 dhe 5, si një shenjë falënderimi për kontributin e vazhdueshëm të secilës prej tyre tek kjo forcë politike.